nderuar të pranishëm, siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm në mbrojtje ushtarake. Siguria është edhe energji. Pa energji të qëndrueshme nuk ka ekonomi të fortë. E pa ekonomi të fortë nuk ka pavarësi e sovranitet të qëndrueshëm. Andaj, krahas investimeve që bëjmë në energji të ripërtrishme, për ta ulur ndotjen, ne do të ndërtojmë kapacitete të reja energjetike, duke i shfrytzuar edhe resurset tona të lignitit me teknologji moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Kjo është rruga jonë, të përdorim pasurinë që kemi me mençuri dhe përgjegjësi për ta siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike dhe njëkohësisht për ta mbrojtur mjedisin jetësor. E siguria nuk është vetëm mbrojtje dhe energji. Siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij, për bujqësinë e për industrinë. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja. Këto 5 diga të reja do të jenë në Kuqic, në Pollot, në Dragaqin, në Firaj dhe në Desivojc, e të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të arrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. Shtylla e dytë, begatia. Siguria që kemi ndërtuar është themeli mbi të cilin po e rrisim begatin. Dhe begatia nuk është premtim, ajo është tashmë realitet i matshëm.